Tjetër, ne flasim për këshilla që janë gjithmonë të mirën tonë të përgjithshme, sepse ka të bëjë me shëndetin dhe gjithçka që ka të bëjë me shëndetin, pa diskutim që duhet të jemi më të gatshëm për ta përcjellë gjendjen tonë shëndetësore, qoftë përmes kontrolleve rutinore që i bëjmë, sidomos nëse flasim tash në këtë sezonën e fundit kur i kemi pas disa gripa që pak na kanë mundu besoj të gjithëve, kemi pas simptoma të ndryshme krejt këto, edhe këtu përfshihet aspekti i vaksinimit dhe nëse flasim për moshat e hershme krejt, kur duhet merren vaksinat e para, llojet e tyre, po flasim sot në të përgjithshme edhe për prindrit që të kenë sa më tepër idenë edhe ta dinë rëndësinë e vaksinimit, po fokusohemi fillimisht te gripa sezonal. Tu e ditë se si e ka menaxhuar qendra kryesore e mjekësisë familjare këtu në Prishtinë, me doktor Rushit Ismailin që sot ka ardhur për neve. Doktor, mirëmëngjes. Faleminderit që je bashkë me ne. Për ftesën. Kënaqësi gjithmonë, edhe faleminderit që je i gatshëm sepse e di që vlugu i punëve t'juja është i pandalshëm, sidomos nëse flasim tash këtë sezonën e dimrit, tash e kemi kalu, tash jemi në pranverë, po e kemi pas goxha të ngjeshur, po më duket me raste, si ka arrit qendra kryesore e mjekësisë familjare me i menaxhu rastet. Që gjithmonë e kemi pasur numër të madh të pacientëve, edhe gjatë dimrit, edhe tash në pranverë disi këto virozat po janë pjesë e përditshmërisë tonë, mirë po qendra jonë ka qenë në gjendje që ta përballoj fluksin e pacientëve. Ne kemi pasur pacientë të cilët kam ardhur me simptomat të gripi, temperaturë, kollitje, të shtitje, dhëmbje fyti. Shumica e rasteve janë të lehta, edhe ajo që ne ju rekomandojmë është që të pushojnë, të marrin sasi të mjaftueshme të lëngjeve, të mos përdorin antibiotik, të mos kërkojnë infuzione. Sepse janë virus, edhe të çfarë virusësh janë, nga njëherë kemi pak sa të vështirë që ta identifikojmë në bazë të asaj që ka shohim ne tek pacienti, mund të janë virus të gripit, mund të janë virus të tjerë. Edhe kjo është. Kryesisht simptomat të që kanë qenë të lehta, po ndoshta edhe prej rasteve të përditshme kështu, qoftë me mjet, qoftë me familjar, ka pas prej tyre që e kanë pasur gjendje goxha të rëndume. Çka mund të më shkaktojë këto? Në organizmin apo çfarë është problemi? Ne përpiqemi që të identifikojmë se cili është një pacient i cili ka simptome të lehta dhe ai që është me simptome shumë të rënda, bëjmë teste laboratorike, bëjmë rentgen dhe në bazë të tyre pastaj vendosim se si ta trajtojmë atë. Ka pasur raste të tilla, po shumica kanë qenë të lehta. Atëherë ne ju rekomandojmë që të marrin edhe antibiotik, edhe të marrin terapi, ndoshta mbështetëse. Dhe shumica menaxhohen mjaftueshëm si duhet. Këto bëjnë pjesë edhe vaksinat, që kanë rëndësinë e vetë besoj. Vaksinimi edhe kundër gripit sezonal, për të kalu pasaj edhe kjo pjesa e fëmijëve, siç thashë që duhet diskutojmë sot pra për rëndësinë e secilës vaksinë që ta marrin me kohë dhe me rregull. Për gripin sezonal, a kemi numër kështu që e kanë pas parasysh që të mbrohen prej tij? A kemi vaksinim? Me shifra ndoshta nuk mund të them diçka të saktë. Mirë po e di që ka qenë një numër i madh i pacientëve të cilën e kanë marrë vaksinën kundër gripit, edhe ka pasur edhe punëtor shëndetësor këtë herë që kanë marrë vaksinën. Kjo është një përparësi krahasuar me vite të tjera, po kanë marrë njerëz të cilët janë të moshuar, kanë marrë njerëz të cilët kanë probleme shëndetësore, përfshirë hipertension, diabet, sëmundje kronike të mushkrive. Në fakt që të gjithë do ta marrin, po sidomos këta. E qartë. Sa i përket imunizimit në përgjithësi, doktor, ne kemi bisedu shumë herë edhe në program të mëngjesit. Këtu jemi mundu që t'ja japim një honën sa më të madhe, që ta dinë edhe prindrit vedisohen për rëndësinë që vaksinat e kanë. Du ta di pak si po qëndrojmë tash, duke qenë se ato janë falas, jepen falas, edhe në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, kushdo mundet me shku edhe me marr vaksinën përkatëse, për moshën përkatëse. Po, ne e kemi një kalendar të vaksinimit shumë perfekt, edhe kemi një shkallë të lartë të vaksinimit në Kosovë. Gjithmonë ka qenë vaksinimi mirë, gjithmonë ka qenë një ndër pikat më të përparuar të sistemit tonë. Kështu që mund të jemi krenar me atë se si ka shkuar vaksinimi i fëmijëve. Shumicën e rasteve prindërit i sillen fëmijët për vaksinim. Janë raste të rralla kur ata kanë hezitime të vogla. Ndoshta është më shumë fjala për problemin e fruthit, nuk e di se ku ka rrjedh një keqkuptim se ka të bëjë me çështjen e autizmit. Unë kam folur edhe herat e tjera, pastaj kam biseduar edhe me pacientë që jo patjetër kemi autizëm edhe lidhshmëri me fruthin,
Për fat keq ka dalë një artikull diku në botë, i cili e ka ndërlidhur këtë gjë dhe prindërit janë shumë hezitues që ta marrin këtë vaksinë. Mirë po, në biseda me kolegët që punojnë në vaksinim, më thotë që edhe kjo gjë është ndoshta të kaluar kohëve të fundit edhe prindërit janë të kënaqur që të marrin edhe vaksinën kundër fruthit. Dhe jemi të kënaqur, mund të themi që mund të jemi edhe pak krenar me atë se si po shkon vaksinimi tek ne. Janë futur edhe vaksinat e reja kundër rotavirusit, kundër papillomavirusit. Po ecim përpara, po. Po, kjo është e mira dhe mirë që po përmendni për kënaqëmërinë ose rezultatin që ka mbrinë Kosovë, se është diku 90% me sa e di e përgjithshmja në Kosovë që merret pra, domethënë i qëndrojmë gati kalendarit për vaksinim. Këto duhet përmend pak e përmendë për vedijen e prindërve në përgjithësi, ndoshta një ndryshim që kishim bë pikërisht ose te fruthi po ndalemi më saktë sepse në janar kemi pas 5 raste. E këtu duhet ta di ka pasur në këtë rast hezitim nga ana e prindërve pikërisht për atë që e përmendet, apo kanë qenë më të interesuar për t'ia dhënë fëmijëve këtë? Ka pasur raste kur ata edhe në bisedë me prindërit ka thënë se peshty edhe pak vaksinimin e fëmijëve sepse sapo kanë nisur të flas disa fjalë, edhe kështu në farë mënyrë e kanë ndërlidhur që mungesën e fjalëve tek fëmia është me fruthin. Mirë po për fat kemi pasur kampanja të edukimit shëndetësor edhe prindërit ka sjellë për të vaksinuar fëmijën kundër fruthit. Kështu që nuk e di që kemi pasur ndonjë rreth me fruth spaku në qendrën kryesore të mjekësisë familjare këtu në Prishtinë. Kjo është e mira. Të flasim për rëndësinë e vaksinimit, doktor, cilat janë dobitë, cilat janë të mirat që i sjell vaksinimi, për t'treguar pastaj vaksinat nga e para që merret për foshnjët. Po, vaksinimi në një farë mënyrë është mrekulli sepse nëpërmes saj ne mund të parandalojmë sëmundjet të cilat janë shumë të rënda për shëndetin e fëmijëve. Unë kur kam qenë mjek i ri, atëherë edhe ka qarkulluar ajo biseda në nënave tona që nuk ke fëmijë nëse nuk e ka kaluar kollin e keq edhe fruthin. Edhe kjo ka qenë një situatë para vaksinimit. Me vaksinimin kanë ndryshuar gjërat në mënyrë dramatike. Ne sfaku nuk kam parë fëmijë që kanë pasur simptome të rënda të fruthit, ndoshta kështu të lehta, po jo shumë të rënda. Përveç pastaj kohëve të fundit, kur qenë një periudhë kohore, kur prindërit hezituan që ta vaksinojnë fëmijën kundër fruthit. Mirë po që në fillim ne japim vaksinat që mbrojnë kundër tuberkulozit, pastaj mbrojnë kundër poliomielitit, difterisë, tetanusit, janë sëmundje vdekjeprurse, kështu që në stadiet e para të jetës fëmija fillon një jetë të shëndetshme. Kjo është rëndësia e vaksinimit. Patjetër. Llojet e tyre i përmendë disa prej, domethënë për arsyet që jepen, po dojmë me ditë pak a shumë edhe për moshat kështu prej fëminisë, si janë të përcaktuara edhe me kalendarin e tani ne kemi kalendarin e vaksinimit i cili është shumë i qartë edhe u jepet edhe prindërve, fillohet me BCG, pastaj është ditë e perë, është poliomielit, domethënë mbron kundër gjitha këtyre sëmundjeve shumë të rënda, më vonë reduktohet edhe një vaksina me jepet kundër tetanusit, kurse kohëve të fundit janë futur edhe kundër hepatitit B, që nuk ka qenë në të kaluarën, jepet edhe kundër hemoinfluencës, edhe jepen vaksina për human papillomavirus dhe për rotavirus. Kjo është kalendari vaksinimit për fëmijët. Dhe që është i rregullt. Sigurisht, para se dhe të bëhet, di që edhe profesionistët shëndetësor e kam për bazë ose vlerësimin, gjendjen e foshnjës, fëmijës në përgjithësi, para se t'jepet edhe vaksina. Do thotë si shkon si tretman paraprakisht, që të ndihet edhe gjendja e fëmijës. Rrallë ka ndonjë situatë kur ne refuzojmë ose shtyjmë dhënien e vaksinës, në shumicën e rasteve fëmija duhet të vaksinohet. Përpara kemi insistuar që të vaksinojmë patjetër çdo ditë cilën e ka pasur edhe me kalendar. Mirë po kohëve të fundit për shkak se prindërit janë shumë të vëdijsuar, ne shtyjmë edhe për një javë, sepse e dimë që ata do të kthehen pas një javë. Kështu që nëse ka temperaturë nuk e japim vaksinën atë ditë. Mirë po i themi që të sjellën pas 3-4 ditëve një javë. Nuk ka ndonjë arsye shumë të madhe për të mos ta dhënë vaksinën. Në farë mënyrë që të gjithë do ta marrin. A ka raste të prindërve që e shtyjnë për periudha shumë gjata ose më saktë e vonojnë dhënien e vaksinës në kohën kur duhet marrë për shembull një vaksinë për kace, doktor? Tani ka raste kur disa hezitojnë, dhe arsyet janë shumë të ndryshme. Mirë po ne përpiqem të arrijmë edhe këto komunitetet, them, ku shkalla vaksinimit është më ulët, ose prindër që hezitojmë,
i telefonojmë dhe shkon ekipa e vaksinimit edhe jap të vaksinimin në vend. Kështu që kjo ka arritur mbulueshmëri të madhe të vaksinimit të popullatës tonë. Po, këto po e pës edhe për faktin që duhet ta dim ndoshta çka nëse bëhet me vonesë vaksinimi, çka mund të shkaktojë te fëmia ose cilat janë rreziqet potenciale që mundet me i pas mungesa ose vonesa, më mirë me thënë, vonesa e vaksinimit në kohë duan. Ne vetëm e kemi pasur rastin kur për shkak të mosmarrjes së vaksinës ose të shtyrjes së vaksinës kemi pasur fëmijë të cilët kanë pasur simptoma të frutit, po jo vetëm të frutit, po edhe të parotitit. Sepse vaksina e frutit përveç frutit përmban edhe parotitit edhe të rubellës. Kështu që nëse nuk e marrin vaksinë, atëherë rrezikohet shëndeti i tyre, rrezikohet që të na rikthehen sëmundjet të cilat kanë qenë të kaluarës. Mirë po, një farë mënyre, kur shumë fëmijë janë të vaksinuar, i mbrojnë edhe ata të tjerë që janë të pavaksinuar, po kjo nuk është arsye që dikush të mos e çojë fëmijët për të vaksinuar, sepse nuk e sigurojmë që imuniteti i tufës do ta mbrojë edhe atë fëmijën e tyre. Patjetër. Po du me lidhë edhe me rastet jashtë vendit për shembull, sepse sigurisht sistemi i vaksinimit dallon, po flas me shtetet të Evropës. Kemi dëgjuar edhe raste kur ka prej tyre që ndoshta nuk pranojnë ta vaksinojnë fëmijën fare. Do thotë qysh prej moshës, qysh prej lindjes e në fazat kur merret vaksina nuk pranojnë. Çka për këto raste, doktor? Atër kur dikush nuk e di a ka ndonjë sistem kështu tepër obligativ, kur dikush nuk do ta vaksinoj fëmijën, atër nuk e vaksinon edhe ne i shënojmë që është refuzuar dhënia e marrja vaksinës. Mirë po, kam raste kur studentët shkojnë për të studiuar jashtë vendit, edhe ju kërkohet karta e vaksinimit. Kështu që shumë vende e kanë obligative marrjen e vaksinës. Tani nuk e di se sa është rregulluar me ligj kjo çështje, mirë po është goxha obligative marrja e vaksinës. Po, që i bie që edhe në Kosovë nëse veç nuk e posedon një gjë të tillë, paraqiten probleme të ndryshme pasaj. Tani unë mund të them me siguri të plotë që ju paraqitet problem për të studiuar jashtë vendit, në vendet e Evropës perëndimore, ju kërkohet karta e vaksinimit, unë kam plotësuar plot dokumentet të studentëve që studiojnë jashtë vendit. Edhe në qoftë se nuk e dëshmojnë që janë të vaksinuar, atëherë nuk mund të marrë pjesë në programet studimore. Është një mangësi shumë e madhe pastaj për zhvillimin e tyre. Patjetër. Folëm për kapacitetet që i ka qendra kryesore mjekësisë familjare këtu në Prishtinë, përmende pak a shumë edhe për ekipet mobile që funksionojnë pastaj jashtë. Na kujtohet edhe neve si fëmijë për shembull në shkolla kur gjithmonë kanë ardhur në kohën përkohëse, si shkon tash si procedurë. Doktor, sa është e lehtësuese, sa është e lehtë ndoshta për me marrë vaksinën ose a ka hezitim prej prindërve në shkolla për të marrë fëmijët vaksinën në kohën e dur? Si të them, ndoshta kohëve të fundit edhe janë duke bërë përpjekje që të mos jepet vaksina në shkolla. Më kujtohet se fëmijë kanë qenë si të frekshëm me ato gjilpërat, me ata mantelat të bardha dhe ka pas raste kur ne edhe eknim nga ora që ta shmangshim marrjen e vaksinës. Mirë po, për shkak se nuk është bërë lajmërimi me kohë, duket që edhe si vjetë vaksina do të jepet në shkolla. Më duket që ne kemi të kaluar atë fazë kur prindërit kanë hezituar që ta çojnë fëmijën në njësinë e vaksinimit për ta marrë vaksinën, kështu që ndoshta nuk do të jetë nevoja që të shkojmë në shkolla dhe të dukemi ashtu të frekshëm, të krijojmë atë imazhin se doktori shpan edhe shkakton dhimbje. Për këta të cilët janë moshë të adoleshencës edhe cilët do ta marrin edhe vaksinën e fundit kundër tetanusit, në vende tjera të Kosovës po bën përpjekje që të telefonojnë edhe t'ju thënë, t'ja rikujtojnë që është koha për ta marrë vaksinën. Prishtina ka shumë numër të madh të banorëve, goxha është e vështirë që të organizohet, mirë po në të ardhmen do të ketë sistem të telefonatave për ata që mbushin moshën 18 vjeçare, që të thrasin ta marrën vaksinën e fundit obligative, në kuadër të kalendarit të vaksinimit. I përmend edhe këto 3 vaksinat e fundit që tashmë janë pjesë e kalendarit, tash e di që në shkurt, nëse nuk gaboj, është edhe për kundër HPV-s për meshkujt. Si qëndrojmë për djemt, të thotë është fjala, që po e marrin, si po qëndrojmë pak a shumë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare? Goxha mirë ka qenë vetëm për vajzat, mirë po tash u futur edhe për djemët. Është një vaksinë shumë rëndësishëm, e cila mbron kundër kancerit, kështu që është vedisuar popullata bovine për ta marrë këtë vaksinë.
Në qoftë se flas për rëndësinë e kësaj vaksine, vetëm të them që në botë kanceri i qafës së mitrës është reduktuar gati në zero, qoftë për shkak të programeve që ka për pap test, mirë po vaksina ka bërë mrekulli, sepse që në fillim nuk infektohen me këtë virus, edhe që në fillim brohen nga kjo smundje vdekje prurse. Patjetër. Doktor, tashmë informatat janë shumë të lehta për me u qasë, për shembull përmes internetit. Disa janë krejt pasakta, disa janë ndoshta me një bazë shkencore, sa e ka bë kjo që ndoshta edhe prindrit, po edhe tritë e trejat me qenë të informuar dhe kur vinte ju për me marrë një vaksinë, të parashtrojnë shumë pyetje një herë e pastaj të vendosin me marrë ajo. Është të vërtetë që interneti është një medium ku njerëzit po marrin informata, edhe ne vetë shërbejmë këto informata. Për fat keq jo gjithmonë janë të sakta, kështu që më së miri është që të konsultohet profesionisti shëndetësor, ne përpiqemi të luftojmë para gjykimit, bëjmë kampanja, japim informata të sakta, kështu që jeni tek ne, kontaktoni neve dhe do të keni informatën e duhur për vaksinat. Sigurta, patjetër. Po i drejtohemi shikuesve ndoshta edhe me një thirrje për gjithë ata prindër që po na ndjekin për vaksinat që duhet të vinë të marrin, ndoshta një apel për juve është i mirë se ardhur për ta. Atëherë unë do të kisha ftuar që të gjithë prindrit që ta respektojnë vaksinimin, sepse është një mënyrë më e mirë për të mbrojtur fëmijët nga smundjet, të cilat janë të parandalueshme përmes vaksinës. Një start i shëndetshëm i fëmijës është edhe një rritje e shëndetshme e tyre, kështu që mos hezitoni, ne jemi për t'ju ndihmuar, ne gjithmonë do ta japim përkrahjen tonë, edhe për vaksinim, po edhe për çfarë do problemi cilën ju doni ta diskutoni me neve. Patjetër dhe në kohën e duhur, mos të harrojnë. Shumë faleminderit doktor gjithmonë për kohën, edhe uroj që të keni punë të lehtë të mbarë. Faleminderit, ditë të mbarë. Kënaqësi, faleminderit. Me së dashur këtu